Siguria në kantirin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës është kthyer në një temë shqetësuese pas një tjetër tragjedie të ndodhur më 19 prill, ku 38 vjeçari Dorian Hasani humbi jetën pasi u rrëzua nga një lartësi. Doriani fatkeqësisht ishte viktima e dytë në këtë kantier, pas aksidentit fatal më 17 janar ku humbi jetën punëtori Nusret Gjoka 16 vjeç nga Dibra. Pavarësisht ngjarjeve të rënda, situata e sigurisë në kantier mbetet kritike. Kushtet e punës konsiderohen skandaloze nga vetë punëtorët, ndërkohë që asnjë masë konkrete nuk është marrë për përmirësimin e sigurisë. Në vend të kësaj, të gjithë përpjekjet janë përqendruar në përshpejtimin e punimeve, me synim që aeroporti të inaugurohet pak ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Ndërkohë, pavarësisht nxitimit, ndërtimi i aeroportit është shumë prapa afateve. Sipas punëtorëve në terren, kantieri po përballet me vështirësi serioze për shkak të pozicionit gjeografik. Zona ku po ndërtohet ndodhet nën nivelin e detit dhe është e përmbytur me burime ujore nën-toksore. Në mungesë të zgjidhjeve teknike, ujërat mbulohen thjesht me çakull për të mos ndërprerë punën, një praktikë që ngre dyshime të mëdha për sigurinë e strukturës. Përveç kësaj, punëtorët raportojnë mungesë të kushteve më bazike si uji, pishëm apo tualetet. Tualete për punëtorët nuk ka, më fal, por ne dalim në banjo nga ara, turp në vitin 2025 kantier pa banjo, thot njëri prej tyre duke e shoqëruar edhe me pamje. I njëjti punëtor tregon edhe për momentin tragjik të vdekjes së Dorian Hasanit. Të shtunën vdiq një djalë 38 vjeç se nuk ka siguri. Punohet rumpallë hesapi. Mbaroi puna i djalit, sa kam harruar xhupin. U kthye për ta marrë dhe u pengua në litar de Llamarinës, ranga 4 metrë me kokë dhe vdiq në vend. Aktualisht, aeroporti ka të përfunduar vetëm fasadën ballore, mungojnë elementi etik si ndriçimi, furnizimi me ujë dhe sistemet sanitare, ndërkohë presioni për përfundim para zgjedhjeve vijon të rritet. Aeroporti nuk ka mbaruar, do vinë në datën 8 për ta inauguruar. Ai ka veç ballore, nuk ka as drita as ujë. Aty dalin vetëm burime. Këta i kanë hedhur çakull nga lart, pa aty realisht është nën nivelin e detit, shpreh një qytetar. Të gjitha këto flasin për një gjë të vetme. Siguria apo kushtet ku punojnë punëtorët nuk kanë rëndësi fare. Me rëndësi ka që aeroporti të përfundoj para zgjedhjeve të 11 majit.